Intervistën e sotshme ja kemi kushtuar një biznesi që është bërë i njohur në zonë për cilësi dhe stil. Bëhet fjalë për veshje sportive Brian, një dyqan që u ofron klientëve rroba sportive të rehatshme, moderne dhe që përshtatet për çdo moshë. Sot do të bisedoj me pronarin e këtij biznesi për të mësuar më shumë rreth fillimeve, sfidave dhe suksesit të tij në botën e tregtisë. Tregoni pak kush jeni dhe me çfarë merret biznesi juaj. Unë quhem Lorenz dhe biznesi im është me tekstilin e çunave. Pse biznesi juaj mban emrin Brian? Brian është çuni im, është 3 vjeç dhe fatmirësisht që kur kam vendosur emrin veshje sportive Brian, ka shpërthyer fama në të gjithë botën, të gjithë na njohin me këtë emër. Si ka nisur gjithçka? Unë vi nga një familje tregtarësh dhe kur kam qenë 17 vjet, kam pasur një dëshirë shumë të madhe të hap një dyqan me veshje. Që atëherë e kam nisur punën me një pasion shumë të madh, nuk e kam lënë asnjëherë dhe kam arritur këtu ku jam sot. Cilat janë vështirësitë më të mëdha në punën tuaj? Janë munduar shumë të më imitojnë, janë munduar të më konkurojnë, unë nuk e kam lejuar këtë gjë me vepra, prandaj jam këtu ku jam sot. Çfarë bëni që klientët jenë të kënaqur? Ju jap produkte cilësore dhe çmime ekstreme, oferta reale dhe të sinqerta. Do me thënë, kur kam nxjerr një produkt në ofertë, do të thotë që kam pasur sasi se kollaja është të nxjerrësh një bluzë 5.000 këtu në për rrjetet sociale dhe ja shite një personi. Po atyre 500 të tjerëve çfarë përgjigje do t'ju japësh? Kështu që unë në për rrjetet sociale, në për njerëz, nuk kam bërë zhurmë kot, kam bërë zhurmë me vepra. Prandaj nuk imitojmë, jam origjinali. Si ndikon teknologjia në biznesin tuaj? Teknologjia më ka ndikuar shumë në fakt, të them të drejtën. TikToku, Instagrami, Facebooku, YouTubei, nga atje më njohin të gjithë sepse Korça është një qytet i vogël, sado klient të kesh prap është e vogël. Kurse nga rrjetet sociale kam pothuajse, po kam klient nga i gjithë Shqipëria dhe nga i gjithë bota, ka njerëz që marrin kastile makinë dhe vinë bëjnë blerje këtu tek unë sepse e din kush jam dhe çfarë produkte kam. Nga rrjetet sociale, nga teknologjia domethënë. Si e mendoni biznesin tuaj pas disa vitesh? Unë rrjetet sociale i kam nisur para 3 vjetësh dhe kam marrë disa dyqane nga 100 metro, nga 150 metro, derisa arrita këtu në një dyqan 500 metra katror modë, është dyqani më i madh në qytetin e Korçës. Domethënë këto dy gjëra i kam arritur brenda 2 vjet e gjysmë. Nuk e di ku do arri pas disa vitesh, por që gjithmonë jam treguar real dhe i sinqert me njerëzit. Korrektësia më ka mbajtur deri këtu ku jam sot. Nuk e di ku do jem pas disa vitesh, inshallah do një qendër 5.000 metra katrore, nuk e di çfarë ka shkruar Zoti. Pyetjen e fundit, nëse do të përshkruanit biznesin tuaj me 3 fjalë, cilat do t'i ishin ato? Cilësi, përkushtim dhe besim. Ju falenderoj ju për intervistën tuaj. Falenderoj të gjithë njerëzit që më ndjekin në rrjetet sociale, ju falenderoj të gjithë ata që kam pasur shumë vizitor në dyqan, sidomos këto kote festave. Ju falenderoj për zemërsisht të gjithë ju që më ndiqni, të gjithë ju që porositni tek unë dhe vini vizitoni veshje sportive Brian. Më vjen mirë diçka, t'ju them edhe diçka. Janë shumë të pakët njerëzit që më kanë zili dhe më kanë inat, kurse ata që më duan janë të shumt. Këtë gjë e kuptoj nga blerjet dhe nga vizitat që bëjnë tek ne. Ju dua shumë të gjithë. Ndihem shumë e lumtur për këtë intervistë që ne kaluam bashkë. Shpresoj që dhe klientët tuaj të jenë të kënaqur dhe të jenë të qartë për pyetjet dhe përgjigjet që ju keni dhënë.